Gert Ferra ka bërë deklaratën e papritur për Egli Takon. Ai deklaroi se banorja e shtëpisë më të famshme ka një tjetër lidhje përjashtë. Nuk besoj se Egli është kaq puritane sa kur doli tashmë na ka krijuar një lloj mendimi ndryshe për njeriu që donte dhe që sakrifikoi gjithçka. Ka bërë atë kthesën e madhe që unë nuk e bë më për ty sepse kështu do ti. Egli ka gjërat e saj për të na thënë, pasi ka dalë jashtë ka kuptuar që gjesti mund të ketë diçka të vetën. Ai ishte më pas se, kjo Eglia ka ndonjë gjë për të na thënë neve në fund të fundit apo do të vazhdoj të na tregojë që unë hyra në shtëpi për të pastruar imazhin dhe jam unë ajo goca. Çfarë është kjo? Po shikojmë çuditëra. Kam për të thënë që kjo Egli ka pasur ndonjë lidhje para se të hynte në shtëpi. A ka lënë ndonjë gjë të hapur? Po të hapesh kamerat e televizionit e shikon me vëmendje kush e ka sjell ditën e parë kur ka ardhur në spektakël. Mario quhet, instruktor palestre, një orë të dy në palestër. Mua ma vjen keq sepse po e masakron gjestin e shkret. Nëse nuk do të kishte qenë ai, nuk do të dilte ai Xumin e radhë të parë kur e nominoi veten dhe Xumin. Nuk do ta nominonte kurrë ajo një si Xumi dhe ta nxirrte jashtë vetëm. E kam parë që më ka bërë cop mua dhe çdo banor të shtëpisë dhe nga krau tjetër arrit në të pika që thonim. Do t'i flasësh gjestit dhe unë kam arritur deri te pika që kam dëgjuar, miru a bën.